Doktoresh Kjanda do të na shfaqet tani një studim retrospektiv I realizuar në spitalin tonë, ku do të na flasi për sigurinë dhe efikasitetin e trombektomisë mekanike. Përshëndetje të gjithëve. Tema që do të prezantoj është rezultatet e trombektomisë mekanike në Shqipërinë e Jugut. Është një analizë retrospektive e programeve të marrë nga pacientët tanë dhe është një punë e bërë në ekip. Ashtu që të gjithë, aksidentet cerebrale vaskulare vjen si pasojë e oprizionit të vazave arteriale dhe përbën një nga shkaqet kryesore të invaliditetit dhe mortalitetit. Është shumë e rëndësishme për ne të ndërgjegjësohemi për simptomat e strokut. Simptomat e strokut janë ato që ndren alarmin. Çfarë do të kemi parasysh ne? Do të kemi parasysh rënien e shpejtë të këndit të lutut, një vështirësi të folur, një vështirësi në komandimin e dorës dhe të këmbës së djathtë ose të majt, një vështirësi në të folur, një vështirësi në ruajtjen e ekuilibrit. Të gjitha këto janë shenjat e strokut që duhet të ngrenë alarmin dhe pacienti duhet të paraqitet sa më shpejt në qendrën shëndetësore ose spitalin rajonal më të afërt dhe më pas të transferohet në një qendër ku mund të ofrohen mundësitë e trajtimit të këtyre pacientëve. Trajtimi qoftë me trombolizën intravenoze, qoftë dhe me procedurën e trombektomisë mekanike. Trombektomia mekanike tashmë është një risi në vitet e fundit dhe përbën një metodë efektive në trajtimin e pacientëve që janë me strok ishemik si pasojë e oprizionit të vazave të mëdha. Dhe është një metodë që na ndihmon në përmirësimin ndjeshëm të rezultateve funksionale të pacientëve dhe po ta krahasojmë me terapinë standarde medikamentoze. Efikasiteti I saj sigurisht që varet nga disa faktorë, këtu janë të implikuar vetëm faktorët e pacientit, faktorët klinik radiologjik, por edhe koha. Koha është faktori kyç që ndikon në efikasitetin e kësaj procedure. Sa më shumë kohë që të kaloj, aq më të pakta janë rezultatet e kësaj procedure. Sigurisht duhet që të realizohet edhe në një qendër ku të jetë gjithë infrastruktura shëndetësore mbështetëse dhe të ketë një ekip multidisiplinar të trajnuar për këtë punë. Për sa I përket spitalit tonë, spitali jonë është hapur në maj të 2021. Kemi realizuar në tetor të 2021 trombolizën e parë, në janar të 2022 kemi realizuar angiografinë e parë cerebrale diagnostikuese dhe trombektomia e parë është realizuar në dhjetor të 2024. Qëllimi I këtij studimi është ne të vlerësojmë karakteristikat demografike dhe klinike të pacientëve tanë, të vlerësojmë rezultatet funksionale dhe sigurinë e kësaj procedure dhe të identifikojmë mundësitë për përmirësim. Në këtë studim, që është një studim unicentrik retrospektiv, ne kemi përfshirë 49 raste, ku janë raste të cilat kanë ishemi akute me okluzion të vazave të mëdha dhe janë studiuar të dhënat demografike, parametrat kohor, NSS score, modified rating score, TICHI score dhe komplikacionet. Janë bërë të dhëna statistikore deskriptive dhe korrelacione ndërmjet këtyre. Sipas të dhënave demografike, ashtu siç duket edhe nga grafiku, kemi një predominancë të grup moshës 70 deri 79 me një moshë mesatare 75 vjeç. Ka një predominancë të lehtë tek meshkujt krahasuar me femrat dhe në lidhje me faktorët e rrezikut shohim që hipertensioni, hiperlipidemia, fibrilacioni atrial, alkooli, duhani janë faktorët kryesorë të cilët nxisin strokun ishemik të pacientëve tanë. Çka shkon edhe me etiologjinë e strokut. Etiologjia e strokut në shumicën e rasteve është kardioembolike ose aterotrombotike. Në pacientët e tanë që kemi studiuar, kemi vënë re se kemi pak a shumë një ndarje rreth me përqindje të barabartë ndërmjet një hemisferës së majtë dhe hemisferës së djathtë se kush është afektuar dhe më të rralla janë pjesa e rasteve me ishemi të vertebrobazilare. Në lidhje me nivelin e okluzionit, cila bazë është okluduar, ajo që është hasur më shpesh në rastet tona është okluzioni I arterës cerebri media, kryesisht në segmentin menjësh, dhe më tej ka qenë në lezionet tandem, këtu përfshin lezionet në okluzion të arterës karotiede interne, të shoqëruar me okluzion ipsilateral të arterës cerebri media dhe menjësh. Të dhënat kardiologjike. Është shumë e rëndësishme për ne aspekt score. Aspekt score është një score që përdorim për të vlerësuar se sa dëm është bërë në tru, në parenkimin e trurit. Në secilën nga ato zona territore të parenkimit që është manifestuar, si për qarkullimin anterior, si për qarkullimin posterior, pacienti merr nga një pik. Nëse ka një instalim në secilën prej këtyre zonave, aty të hiqet një pik. Sa më lart jetë fiksimi I aspekt scorit, aq më lart, aq më të larta janë mundësitë që ky pacient të përfitojë nga procedura e trombektomisë mekanike dhe të ketë rezultate funksionale më të larta. Në rastin e pacientëve tanë, shohim që në 61% të tyre, aspekt score është goxha e mirë është tek 10, kjo tregon një ruajtje të mirë të parenkimit cerebrale në ardhmën në spital,
Në vetëm 8% të rasteve kemi një aspekt score më pak se teta, që janë rastet që kanë pasur rezultate më të pafavorshëm dhe risku më të lartë për transformimin hemoragjik, por në përgjithësi diku tek 79% të rasteve kemi pasur një profil imazherik të favorshëm. Në lidhje me qarkullimin kolateral, që është edhe një pikë shumë e rëndësishme për pacientët tanë, pacientët që kanë një qarkullim kolateral të mirë janë ata që përfitojnë më shumë nga procedura trombektomisë mekanike sesa ata që kanë një qarkullim kolateral më të dobët. Në pacientët tanë, në gati 57% të tyre kemi evidentuar një qarkullim kolateral të mirë. Koha, time is brain është slogani jonë që kemi ne dhe për atë luftojmë të gjithë si shëndetësi për të arritur kohën në mënyrë që të reduktojmë vdekjen e neuronëve. Ne ditë në 1 minutë nga 39 milion neuronë vdesin dhe për këtë luftojmë dhe jemi gjithmonë në nxitim. Në praktikën tonë të përditshme shohim që ne kemi një dritare kohore të gjatë nga instalimi i simptomave deri në ardhmën në spital. Çfarë do të thotë kemi nevojë edhe të punojmë në këtë pjesë, në sensibilizimin e popullatës, në sensibilizimin e sistemit shëndetësor për njohjen e simptomave të strokut dhe për referimin në kohë të pacientit, sepse në momentin që pacienti vjen pas një kohe shumë të gjatë, efikasiteti i kësaj procedurës sigurisht që është më i ulët. Sigurisht që ka indikacione klinike dhe radiologjike kur ky pacient hyn në procedurë, por është shumë e rëndësishme që të transferohet në qendrën e strokut sa më shpejt që të jetë mundur. Dhe një mesatare në pacientët tanë ka qenë koha nga fillimi i simptomave dhe me ardhe 2 orë 45 minuta. Ne kemi një kohë të shkurtër nga ardha në spital deri në funksionin e arterës femorale, që është gati gjysmore, që është një indeks i mirë për neve. Kjo vjen si pasojë dhe infrastrukturës spitalore, sepse ke një shërbim urgjence, shërbim imazherie dhe shërbimin angiografisë shumë afër me njëra tjetrën. Çfarë bën të mundur që të mos humbasi kohë pacienti nga njësi në tjetër. Pastaj koha mesatare nga funksioni deri në hiperfunksionim, çfarë do të thotë në hapjen e bazës, varion diku tek 1 orë 21 minuta. Një total procedurë mund të themi diku 1 orë 51 minuta. Ka mundësi përmirësimi, sigurisht që ka mundësi dhe për këtë duhet të fokusohemi. Në lidhje me teknikat procedurale, anestezia që përdoret në të tilla raste, anestezia më shpesh që ne kemi përdorur ka qenë anestezia me sedacion, në pasuar nga ajo lokale dhe në raste të 14% të rasteve ka qenë me anestezi gjenerale, kryesisht në gjendjet më të rënda dhe në ishemim cerebrale vertebrobazilare. Për sa i përket teknikave që ne përdorim, kemi teknikën aspirative dhe teknikat e kombinuar, që është aspirative plus stent retractor, dhe kjo është ajo që është përdorur më shumë në rastet tona. Numri i kalime, sa pas e bëjmë ne për të arritur rikanalizimin ose hapjen e enës gjakut, varion në rastet që kemi analizuar nga 1 deri në 3. Sa më shumë ka rritet numri i kalimeve që bëjmë, aq më shumë rritet edhe numri i komplikacioneve, sepse rritet risku i transformimit të hemoragjisë. Çdo gjë që bëhet brenda enëve të gjakut, puna bëhet brenda enëve të gjakut dhe duhet ruajtur sa më shumë ena e gjakut. Suksesi i rikanalizimit, sa janë hapur enë të gjakut, ne e vlerësojmë nëpërmjet një klasifikimi që quhet TG-score. TG-score, TG3 është ai që që baza totalisht e hapur dhe TG0 kur nuk është e hapur. Fatmirësisht në rastet që kemi pasur një outcome të mirë dhe në gati 55.2% të rasteve kemi pasur shqetësi. Dhe pjesa tjetër siç është paraqitur në grafik. Rezultatet klinike, për të vlerësuar rezultatet klinike ne kemi përdorur 2 score, që është një HSS score, që vlerëson severitetin e strokut bazuar në shenjat klinike të smurit, që shikoni edhe në grafik. Sa më lart je pikëzimi i një HSS score, aq më sever është stroku që ka pacienti. Dhe për të vlerësuar efikasitetin e trombektomisë mekanike kemi përdorur scorin e Modified Rating Scale, që ka vlerëson aftësinë e pacientit për të qenë i pavarur. Sa më i lartë jetë Modified Rating Score, aq më i varur është pacienti, që nuk arrin dot të kryejë nevojat e veta bazike. Në lidhje me rastet tona, ne kemi vënë re që kemi pasur një përmirësim të një HSS score, dhe ky përmirësim ka qenë nga po ta krahasojmë me ardhjen në 1 orë pas procedurës, në 24 orë pas procedurës dhe në daljen nga spitali, kemi goxha një rënje drastike, sidomos brenda nga ardha në spital deri në 24 orë pas procedurës. Por dhe pas 24 orëve pas procedurës dhe deri në daljen nga spitali, shohim që përsëri ka një përmirësim të një HSS score, çka tregon që një tendencë totale pacientëve është të kemë një përmirësim klinik. Në lidhje me Modified Rating Score, pacientët janë analizuar në
dalje nga spitali dhe 3 muaj pas spitalit nga kontrollet që kanë ardhur. Dhe siç duket edhe nga grafiku, shohim që kemi një përmirësim të kuadrit neurologjik. Pra kemi një rritje të numrit të rasteve që kanë modifier EHIC score tek 0, që tregon që kanë pasur një rekuperim të plot, dhe kemi një reduktim të rasteve që kanë një modifier EHIC score tek 4, dhe tregon që kemi një reduktim të invaliditetit të këta pacient. Në lidhje me mortaliteti shohim që vjen i pandryshuar. Profili sigurisë, ka rrezikshmëri apo jo si procedurë? Sigurisht që ka rrezikshmëri, çdo procedurë invazive mbar të rrezikshmëritë. Në lidhje me komplikacionet neurologjike që janë ato që ne i hasim çik më shpesh, janë pjesa e hemoragjive intrakraniale. Në pacientët që kemi analizuar, në 71.4%, fatmirësisht nuk kemi pasur transformime hemorragjike, por në gati 16.3% dhe në 12.2% kemi pasur hemorragji asimptomatike. Çfarë do të thotë, pacienti ka pasur hemorragji, por nuk ka pasur rëndim neurologjik, ndërsa në 12.2% të rasteve ne kemi pasur transformim hemorragjik me rëndim të kuadrit klinik neurologjik. Kemi analizuar kohën një lidhje ndërmjet kohës së riperfuzionimit dhe modifier EHIC score në krye të 3 muajve. Dhe siç duket edhe nga regresioni linear, ne vëmë re që kemi një korrelacion pozitiv, që thotë sa më shpejt të jetë koha e riperfuzionimit, pra sa më shpejt të hapet ena e gjakut që është okkluduar, aq më lartë do jetë rezultatet funksionale të pacientit. Pra aq më e ulët do jetë modifier EHIC score në krye të 3 muajve. Pra një riperfuzionim më i shpejt çon në një rikuperim funksional më të mirë. Kemi analizuar dhe variacionin ndërmjet grup moshave dhe rezultateve të favorshme. Për rezultatet favorshme ne konsiderojmë modifier EHIC score nga 0 deri te 2, gjithmonë në krye të 3 muajve nga procedura, dhe vëmë re që siç duket nga grafiku që mosha nuk duhet të jetë gjithmonë një kriter përjashtues. Kemi pas edhe raste që kanë ardhur brenda orëve dhe kanë përfituar nga procedura dhe direkt plotësat. Sigurisht që ajo që ka vlerë për këta pacientë që janë në moshë të madhe është dhe statusi funksional para insultit, sesa vetë mosha biologjike e pacientit. Në lidhje me gjinin kemi pasur vetëm një predominancë më të mirë tek meshkujt krahasuar me femrat, por jo në një vlerë signifikante. Përsa i përket faktorëve parashikues të rezultateve funksionale të mira, siç duket edhe tek grafiku, shohim që aspekt skori kemi analizuar disa faktorë prediktive. Faktorët kryesor prediktiv kanë qenë koha e riperfuzionimit, aspekt skori, NSS skori, mosha e pacientit, qarkullimi kolateral dhe etiologjia e strokut. Dhe nga analiza që është bërë është parë që aspekt skori është faktori kryesor prediktiv i rezultateve të mira. Çfarë do të thotë? Një pacient që ka një tru të ruajtur mirë me një aspekt skor të lartë në ardhje është ai pacient që ne presim të ketë rezultate më të larta nga procedura e trombektomisë mekanike. Ndërsa një pacient që ka një aspekt skor të ulët, presim rezultate, por jo rezultate aq të pavorshme sa një me një aspekt skor më të lartë. Koha e riperfuzionimit është dhe kjo që ndikon negativisht në rezultat. Çka do të thotë? Sa më gjatë jetë koha e arritjes në riperfuzionim, aq më pak është suksesi nga kjo procedurë. Pastaj mosha, NSS-ja në ardhje, qarkullimi kolateral dhe etiologjia janë faktorë që kanë ndikuar, por jo në vlera signifikante të paktën në studimin tonë. Po prezantoj shkurtimisht edhe 3 raste klinike, kur rasti i parë është rasti i trombektomisë së parë të realizuar në spitalin tonë. Është një grua 70 vjeçe që është paraqitur në urgjencë me një orë histori, ka qenë nevojse e hipertensionit dhe fibrilacionit atrial që pa një orë më përpara, në trajtim me aspirin. Në ardhje në urgjencë është paraqitur me dizartri, me një paralizë faciale të majt dhe hemiplegjie të majt, në një pikëzim të NSS skori të 16 dhe aspekt skori të 10, është plotësuar me ekzaminimet imazherike dhe ka rezultuar me okluzion të menjishit në anën e djathtë. Është transferuar në angiografi dhe aty shikohet okluzioni i menjishit që konfirmohet dhe në desant diagnostike. Realizohet procedura e trombektomisë mekanike dhe me teknikën e adapt aspirative, aspirohet trombi dhe pacienta regredon komplet simptomat në daljen nga spitali, siç e shikoni është pa deficit motor. Për kaloj pak më shpejt. Nga hemiplegjike totalisht rezultatët. Rasti i dytë është një grua 74 vjeçe me fillim të simptomave deri në një orë histori, me deficit të plot të djathtë, me paralizë faciale të djathtë dhe afazim motore, me një NSS skor 4 lineare dhe aspekt skor të 10, me një okluzion të arterës cerebri-media në anën e majt. Është realizuar trombektomia mekanike dhe me teknikën adapt aspirative realizohet
rikanalizimi plot, siç duket, dhe pacientja rikuperon gjatë sallës. Kjo është rezultati më spektakolar që kemi ne. Thot një pacient të vihen në përgjigj dhe në krye të procedurës, sa mbaron procedura, ngret duart dhe kam. Kjo është pasaj në dalje që, okej, dhe ndalje presi që të ishte kështu. Dhe rasti fundit për të tre që pak vëmendjen është lidhje me një moshë 48 vjeç me vertigo. Vertigo është diagnoza më e shpesh që hasim ne në rutinën tonë të përditshme, fatkeqësisht është një nga më të vështira sekondar. Do të keni kujdes me vertigo. Vertigo, pasi një vertigo mund të jetë një abëcejshë me vertebrotapilar, që të merr jetë. Kështu që gjithmonë kur keni një nuhatje që nuk ka një gjë që nuk shkon me këtë, do të referoni. Rasti konkret është një djalë, 48 vjeç, hipertensiv fumator kronik, që kishte 7 orë me vertigo, ajo është vertigo benigno, është vertigo centrale, dhe paraqitet në urgjencë në ardhin në spitalin tonë 7 orë nga simptomat, me hemiparesë të majtë, me ataksi dinamike, me vertigo, somnolent, Glasgow Coma score 13 pik, realizon procedurën e angiografisë, ku tek angiografia duket okluzioni që në nivel të V4-s të arterjes vertebrale në anën e majtë me okluzion të bazilares. Siç duket është totalisht okluzuar. Dhe realizon procedurën trombektomisë mekanike, rikanalizohet plotësisht arteria bazilare, dhe në dalje pacienti ka një fizartrit të lehtë dhe një ataksi dinamike të lehtë, por mobilizohet vetë pa ndihmë. Të konkluzionet, çfarë duhet kemi parasysh ne si staf, pjesën tonë për pjesën e riperfuzionimit, të jemi sa më të shpejt në procedurë, jo vetëm nga pjesa e ekipit tonë, por të shpejt të gjithë bashkë, do të arrijmë që pacienti të luftojë me kohën. Gjitha çështjes është të luftojë me kohën, se sot është një pacient, nesër mund të jetë familjar jonë, që mund të jetë në atë tavolinë. Kështu që do vëmendje që ne të jemi të gjithë të angazhuar dhe të shtyjmë, që shtyjmë në neurologët barrerat, ashtu të shtyjmë të gjithë, sepse sa më shpejt të bëjnë gjërat, aq më mirë është për të smurë. Nuk ka arsye pse ka shumë arsye, ato që shpjegohet, pse një smur shkon keq dhe pse një smur shkon mirë. Nuk është kohë, por një nga arsyet kryesore pse një smur shkon keq është koha, që ne nuk e kapim dot. Kohën e duhur, kemi infarkt të instaluar dhe nuk kemi çfarë bëjmë për të valar për atë trajtim medikamentos konservativ. Nëse duhet me bë diçka për të bërë një diferencë, duhet gjithmonë të koha, vigjilenca jonë, që çka kapim, ta referojmë sa më shpejt në spitalin më të afër, pastaj transferohet nga spitali më i afër në spitalin ku ofrojmë këtë procedurë. Në mënyrë që ne pastaj të vazhdojmë me gjitha këto çfarë kapim. Patjetër pastaj është pjesa e optimizimit të protokollet të riperfuzionimit, rehabilitimit të personalizuar, studimet prospektive dhe integrimin e AI-t për vlerësimet terapetike. Një falenderim të veçantë shkon për gjithë ekipin e